Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar nga afër nisjen e punimeve për rikonstruksionin e plotë të markatës së Rusit, një investim që synon të transformojë kushtet e tregtimit të mishit dhe peshkut në qytet. Gjatë inspektimit Beci u shpreh se ky investim është pjesë e angazhimit të Bashkisë Shkodër për të modernizuar tregjet publike dhe për të vendosur standarde europiane në ofrimin e shërbimeve. Është do të thoya një projekt i cili përplotson të gjitha standardet e një shërbimi do të thoya unë europian qytet. Së bashku me pjesën e tregut frutaperimin do të kemi këtu një kompleks shërbimi mjaft mirë për qytetin. Sigurisht do bëjmë të 2-3 ndërhyrje në pjesën e hyrjes në treg për të sistemuar pjesën e hyrjes dhe mendoj do të kemi këtu një kompleks të vlefshëm. Projekti parashikon ndërtimin e një tregu modern me standarde bashkëkohore higjieno-sanitare, duke dhënë fund tregtimit në ambiente të papërshtatshme dhe duke garantuar kushte më të mira pune për tregtarët. Këto do të jenë dhomat frigoriferike në të gjithë perimetrin e saj dhe dyqanet e shitjes në funksion të dhomave frigoriferike dhe dyqaneve anësore. Sigurisht ambientet ndihmëse të WC-ve, dhomat e zhveshje, një bar kafe do të jetë pjesë e brendshme dhe sigurisht gjithë infrastruktura nëntoksore. Rikonstruksioni i markatës së Rusit përmbyll një sër investimesh të Bashkisë Shkodër në zonën e Rusit. Pas rikonstruksionit të tregut, ky investim shënon një tjetër hap të rëndësishëm në përmirësimin e kushteve të punës për tregtarët.